ndikimet tona pas Allahut janë nga familja. Unë personalisht nuk vin nga një familje hoxhallarësh, po vin nga një familje tepër fetare. Unë shfrytëzoj rastin që një lutje, një dua, një rahmet të çoj për babain tim, i cili edhe pse nuk ishte hoq atko, edhe pse nuk dinte të lexoj Kur'an, bile nuk e dinte edhe me një fjalë, ka ditë shkrim lexim, por nuk ishte ulur në bankat shkollore për shkak të situatës dhe rrethanave të atëhershme, që ai si jetim është angazhuar në punët e shtëpisë shumë herët si fëmijë dhe për shkak të pozitës së tij dhe punës që ka pas si bari, ai nuk ka mundur të shkollohet. Megjithatë, unë kur kam njohur babain tim si fetar, më ka mahnitur nga leximet që i bënte të ajeteve kuranore, të dëgjuara nga hoxhallarët, jo të mësuara dhe të lexuara, por të dëgjuara, unë mahnitesha.